në çështjen penale ndaj të pandimit Samilu Shtoku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Shremet Jashari dhe Bajram Dibroni, të akuzuar për vepra penale pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës zyrtare në bashkëkrye, nga neni 394 paragrafi 7 lidhur me paragrafin 5 dhe neni 31, si dhe neni 395 lidhur me neni 31 të KPK-s dhe veprën penale pjesëmarrje në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye, nga neni 2-3 paragrafi 1 dhe 2 lidhur me neni 31 të KPK-s, sipas aktakuzës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës në nshenjën PPS 6714 të datës 17/11/2016. Trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikpamje lëndore dhe territoriale për të vendosur në këtë çështje penale dhe se nuk ka nevojë për rihapjen e shqyrtimit kryesor. Andaj, duke vendosur për çështjen penale që është objekt shqyrtimi, trupi gjykues një zëri në emër të popullit merr këtë gjykim të pandehurit Samilu Shtoku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Shremet Jashari dhe Bajram Dibroni, me të dhënat e tjera si në shkresat e lëndës, lirohen nga të gjitha pikat e aktakuzës. Për shkak se vesh runë qetësim. Për shkak se nuk është provuar se kanë kryer veprat penale, pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës penale në bashkëkrye nga neni 394 paragrafi 7 dhe 5 lidhur me neni 31, si dhe neni 395 lidhur me neni 31 të KPK-s dhe veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye nga neni 2-3 paragrafi 1 dhe 2 lidhur me neni 31 të KPK-s. Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrën mjetë buxhetore të gjykatës, si dhe refuzohet propozimi i prokurisë për konfiskim. Uli, një arsyetim shkurt. Atëherë gjykata themeluar për Prishtinë Departamenti Special, kur vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sa i përket vendimit për fajësinë u mbështet në provat e administruara në shqyrtim gjyqësor, realisht kur vendosi që të pandimit të shpallën të pafajshëm, realisht gjeti se faktet të cilat mbështetet aktakuza asnjëra nga provat nuk i ka vërtetuar të njëjtat dhe nuk i ka vërtetuar asnjëra nga provat relevante mbi të cilat u ndërtu kjo aktakuzë. Me theks veçantë, kjo gjykatë e vlerësoi dëshminë e dëshmitarit të emërtuar si dëshmitari C e i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor, ku i njëjti e mohoi kategorikisht se të pandimit kanë ndikuar tek i njëjti për ndryshimin e deklaratës në një procedurë tjetër. Dhe në anën tjetër, gjykata, siç u tha, nuk gjeti asnjë provë bindëse me të cilën do të vërtetohej fajësia e të pandehurve në këtë rast. Arsyet më të detajuar sa i përket këtij vendimi të gjykatës, gjykata i jep në aktgjykimin në formë të shkruar, të cilët palët do ta pranojnë brenda afatit të parapar ligjor. Kundër këtij aktgjykimi, pala pa kënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit në formë të shkruar. Ankesa paraqitet në këtë gjykatë për gjykatën e apelit në Prishtinë. Ky është vendimi i kësaj gjykate, ditën e mirë. Fatmir.